Parlamenti shqiptar ka mbetur vetëm një fiksion dhe nuk është më një realitet. Parlamenti shqiptar nuk mbron më interesat e qytetarëve shqiptar, por përdoret në mënyrën më të pamëshirë kundër qytetarëve shqiptar, interesave, pasurive, taksave të tyre. Për herë të parë, në 8 vit në gjithë ekzistencën e parlamentit, mandatet e krimit në parlament nuk lejojnë ngritjen e komisioneve hetimor parlamentarë. Këto ditë, edhe sot që po flasim, në qytetet e Shqipërisë zhvillohet në mënyrë të ethshme një nga veprimtaritë më të përhapura, më të gjëra kriminale. Këto ditë, në qytetet e Shqipërisë, me qindra e qindra, ta shtuquajtura call centra, vjedhin ditë e natë, pensionistët e vendeve që kanë kontributet jashtëzakonshme, që kanë kontribuar miliarda. Në këtë vend, për këta qytetarë, hjena të vërteta, nga salla krimit të mbrojtura nga shteti, mashtrojnë dhe u grabisin pensionet, pensionistëve në Itali, në Austri, në Gjermani, në Spanjë, në një aktivitet fund e krye të mbrojtur nga shteti, në një aktivitet në të cilin strukturat shtetërore nga polici tek niveli më i lartë janë mburoj. Në një aktivitet në të cilin përfshihet nga shefi komisariatit që merr rrogën minimale 5.000 euro në muaj nga call centri, tek vllau i kryeministrit, që është de facto, sipas burimeve të huaja dhe vetë të vendit, bosi kryesor i tyre. Në këtë aktivitet kriminal, në të cilin ka koncentra që në një javë vjedhin 30 milion euro, me mashtrim, pensionistët dhe vendeve tjera, ka një bashkëndim nga nivelet më të larta, tek prokuroria, tek gjykatat, tek policia. Të dashur qytetarë dhe qytetare, vetëm ortaku legal i Olsi Ramës, këshilltari, zyrtar i Olta Gjashkës, Armand Josifi, ishte eksponenti më kryesor në Shqipëri i grupit Milton, që ka vjedhur së paku 2.2 miliard euro. Ka përdorur kriptomonedën për
për mashtrime që shkojnë miliarda euro. Kur një ditë të këtë parlament Alban Çela, apo Ardian Çela, si quaj që rrai Lubia me bandit të saj, që drejton të Oshën, deklaroj se energjin janë 2 kuçedra që po e thithin. Njëra është kuçedra e bitcoinit dhe tjetra kuçedra e kanabisit. Shtëpit e barit u deshen pak kohë që ta shtronin në drum atë, dhe të mos e merë të ma vetën gjerë sot. Të dashur qytetare, kur policia e vendeve tuaja zbuloi rjetin, kreu i skapit Famziu Dumani u tha shqiptarëve se pa Aman Josifin nuk kemi mandat arresti. Si mos ketë mandat arresti pa Aman Josifin, i cili me grupin e tij kishte vjedhur 2.2 në këtë parlament të denoncuar. U kërkon të dozojnë bitcoinin në kuletën e tij digitale. Dhe i garantonte se do ta mirën me këtë interes. Dhe këtu kishte konvertuesin e bitcoinit. Dhe pas i dërgonte në Dubai, apo i konvertonte dhe i inkasonte në banat e krimit, pensionisti kërkonte paratë si mirë të kur. Aman Josifi u arratist në Dubai, i shoqëruar thonë nga Olsi Rama, por i gjeshte sigurt që koncentrat e tij mbroshin nga shteti. Dhe kur Spanja e gjeti në Dubai dhe kërkoi ekstradimin, përsëri Altin Troplini Jotha po e jeton Spanja. Pra, kjo është një vërtetari e mbrojtur nga shteti, një vërtetari kriminale të mërshme, që turpron Shqipërinë, që damkos Shqipërinë, dhe vidire, asë një rast policia shqiptare nuk ka një aksion të vetën, që të gjitha janë përmarra nga policia gjermane, policia italiane, policia austriake, kjo e fundit, policia spanjolle dhe policit me radhë. A ka turp në të mamë, dhe ju rrini dhe shikoni, dhe ju se qilë një gojnë, se dini që është Olsi. Dhe thua pastaj, të mos derancojmë. Si mos të mos derancojmë, të bëmi bashkautor me ju dhe me ajdutët tuaj. Dhe thoni pastaj, ti fshejmë këto, pa fshejmë këto mos. Po fshejë e ty është krim. është krim kombëtar. Nga krim shtetëror në qoftë se opozita nuk i denonson, kjo shtrohet një krim kombëtar.